Mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon yjet për 12 signet e zodiakut për këtë fundjavë, për këtë të dijen 23 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni, ju uroj një fundjavë të mbar. Dashi. E diela duhet të ishte një ditë për të çlotur dash, por puna nuk duket se e ka marrë vesh këtë. Një detyrim profesional kërkon vëmendjen tënde pikërisht kur ti doje të shkëputeshe. Në të njëjtën kohë edhe në shtëpi mund të shfaqet një çështje që kërkon zgjidhje. Mund të ndihesh sikur po përpiqesh të bësh dy punë një herësh. Sot duhet të vendosësh se çfarë është vërtet urgjente dhe çfarë mund të presë deri të hënën. Mos përpiq të rregullosh të gjitha vetë, mos e harxoj gjithë energjinë tënde për të kënaqur çdo detyrim. Pak pushim sot do të të ndihmojë të nisësh javën më i qartë dhe më i fortë. Demi. Ke punuar shumë për të arritur një qëllim të rëndësishëm dem dhe ke besuar se njerëzit e afërt të kanë mbështetur plotësisht, por këtë të diel, një koment nga dikush pranë teje mund të të befasojë dhe të bëjë të mendosh se ndoshta nuk është aq mbështetës sa ke besuar. Mos u bëj menjëherë mbrojtës, para se të reagosh, dëgjoj me kujdes, apo përpiqje të vërtetë të ul apo të jep një mendim të sinqertë që mund të të ndihmojë. Këtë dielën mund të jetë e vështirë të dallosh kritikën nga këshilla e mirë. Mos lejo emocionet të marrin kontrollin. Nëse ajo që thon ka vlerë, merre si një mundësi për të përmirësuar diçka. Nëse është thjesht një negativitet, mos i jep fuqi mbi ty. Ti je më mirë kushdo se kushdo rrugën që ke zgjedhur dem. Binjakët. Parat dhe ndjenjat mund të përzihen paksa këtë të diel binjak. Nëse ke një llogari të përbashkët me partnerin ose ke investuar para në një projekt me dikë tjetër, më 23 gusht, situata mund të bëhet më e ndërlikuar nga sa e kishe menduar. Personi tjetër mund të tregojë se ndjenjat dhe pritshmëritë e tij janë ndryshe nga ato që ti kishe supozuar. Kjo mund të sjellë një debat për parat, por nëse e mendon më thellë, problemi i vërtet nuk është vetëm financiar. Në thelb bëhet fjalë për vlerat, besimin dhe mënyrën se secili prej jush e sheh përgjegjësinë dhe të ardhmen. Kjo kuptueshmëri nuk do ta zgjidhë menjëherë situatën, por do ta bëjë bisedën shumë më të qetë dhe më produktive. Mos u përqendro vetëm te shifrat, por përpiqu të kuptosh se çfarë fshihet pas tyre. Gaforia. Marsi në shenjën tënde të shtyn këtë të diel të bësh gjërat sipas mënyrës tënde gafore, por njerëzit përreth teje mund të kenë plane krejt të tjera. Papritur duket sikur të gjithë kërkojnë vëmendjen tënde në të njëjtën kohë. Duke përpjekur të mbash të gjithë të kënaqur, mund të ndihesh i lodhur, i shpërndar, madje edhe pak i acaruar, dhe është krejt normale të ndihesh kështu. Mos bëj sikur gjithçka është në rregull vetëm për të mos të mërzitur të tjerët. Vendos kufi dhe mos kujtoj të thuash jo. Nuk është detyra jote të jesh gjithmonë në dispozicion për të gjithë. Sot kujto një gjë të rëndësishme. Nuk mund të jesh gjithçka për të gjithë. Ruaje energjinë tënde dhe bëj atë që të sjellë më shumë qetësi. Luani. Sezoni yt po përfundon Luan dhe me diellin që hyn në Virgjëresh, është koha të rikthesh pak më seriozisht te përgjegjësitë. Ke shijuar momentet e tua, je argëtuar dhe ke bërë atë që të pëlqen, por ndërkohë lista e detyrave është zgjatur pa e kuptuar. Të dielën mund të ndihesh i ngarkuar duke parë diçka që të pret përpara, por mos lejo panikun të marrë përpara. Merr frym thellë, nuk e pse ti përfundosh të gjitha brenda një dite. Shiko çfarë është më urgjente, vendos prioritetet dhe fillo me një gjë në të njëjtën kohë. Mos haro, një hap i vogël sot është më mirë se 10 detyra të nisura dhe asnjë e përfunduar. Jepi vetes kohë dhe organizohu me qetësi. Virgjëresha. Edhe pse kishe planifikuar këtë të diel për pushim, qetësi dhe pak kohë për veten, universi duket se ka plane të tjera Virgjëresh, ose më saktë, njerëzit e afërt me ty kanë plane të tjera. Më 23 gusht, një mik mund të bëjë një ftesë të papritur, edhe pse fillimisht do të preferoje të qëndroje vetëm, nuk arrin ti thuash jo. Në fillim mund të të duket pak bezdisëse, sidomos nëse kishe nevojë për qetësi, por pasi ta mendosh më mirë, do të kuptosh se koha vetëm mund të presë. Nuk dëshiron të humbasësh mundësinë për të kaluar disa momente të bukura me dikë që e vlerëson. Dhe surpriza më e bukur, pas takimit mund të ndihesh shumë më mirë emocionalisht. Ndonjëherë ajo që na duhet për të ndier më mirë nuk është vetmia, por shoqëria e personit të duhur. Peshoria. Çfarë ke ty prej kohës peshore? Më 23 gusht, është koha të përkushtohesh atyre detyrave që ke menduar t'i lësh për më vonë. Hëna në britsjap, përballë Marsit në gafore, të sjell një shtys të fortë motivimi. Mund të ndihesh papritur dëshirën për të rregulluar gjërat që të kanë bezdisur prej kohës. Ndaj përfiton nga kjo energji dhe mos e lër për nesër. Mund të lidhet veçanërisht me shtëpinë dhe hapësirën ku jeton.
ndoshta ka ardhur koha për një pastrim të thellë, për të sistemuar rëmujën ose për të rregulluar diçka që ka kohë që është prisur. Mos e mendo shumë, fillo nga një cep, një dhomë apo një detyrë e vogël, kur ta përfundosh do të ndihesh shumë më lehtësuar dhe krenare për veten. Sot peshore, më pak shtyrje dhe më shumë veprim. Akrepi, mbaje nën kontroll temperamentin tënd sot akrep. Një bisedë ose një mesazh mund të të prek më shumë nga sa e prisje. Dikush i afërt mund të vënë në dyshim një mendim, bindje ose supozim që i ke mbajtur prej kohës. Reagimi yt i parë mund të jetë zemërimi ose dëshira për të mbrojtur menjëherë, por ky person të njeh mjaft mirë dhe mund të arrijë të kalojë përtej rojave të tua të zakonshme. Edhe nëse nuk je plotësisht dakord me atë që dëgjon, përpiqu të shohësh situatën nga një këndvështrim tjetër. Të vendosësh veten në vendin e dikujt tjetër nuk do të thotë të heqësh dorë nga mendimi yt, por të zgjerosh mënyrën se si e kupton një situatë. Të dielën është një ditë e mirë për dialog, të sinqertë dhe reflektim. Ndonjëherë një bisedë që të sfidon mund të të ndihmojë të rritesh dhe më shumë, sesa një bisedë që vetëm të jep të drejtë. Shigjetari. Kur rëna në britsjap, përballë marsit në gafore, emocionet mund të jenë më të forta se zakonisht shigjetar. Zakonisht ditë mbash të ndara çështjet e parave dhe ndjenjat, por këtë të diel mund të jetë e vështirë ta bësh këtë. Një faturë ose një shpenzim i papritur mund të shfaqet dhe në momentin e parë mund të të duket sikur është shumë më tepër nga sa mund të përballosh. Kjo mund të të sjellë stres dhe nervozizëm, por të shqetësohesh duke parë faturën nuk do ta zgjidhë problemin. Ngriv veten, merr frymë dhe shiko me qetësi shifrat. Kur ta kontrollosh për herë të dytë, mund të kuptosh se situata nuk është aq e keqe sa dukej fillimisht. Nëse ke nevojë për të fituar disa të ardhura shtesë, mos u tremb. Bëj një plan praktik dhe vendos hapa konkret. Ti funksionon shumë mirë nën presion, sidomos kur ke një objektiv të qartë përpara. Mos lejo një shpenzim të papritur të të prish gjithë ditën. Me pak organizim mund të rikthesh stresin në motivim. Britsjapi. Me hënën në shenjën tënde britsjap përballë masit në gafore, këtë të diel ndjen një dëshirë të fortë për të qenë produktiv. Në mendjen tënde e diela është kthyer në një ditë për të kryer punët e lëna për gjysmë, për të bërë pazaret e për të mbyllur detyrat dhe për të përfunduar projektet që ke nisur. Mund të fillosh të nxitosh për të bërë të gjitha deri në fund të ditës, por mos e shtyj veten për të kufive. Nuk është fundi i botës nëse disa gjëra mbeten për të hënën. Jo çdo detyrë duhet të përfundojë këtë të diel. Lëre vetëm të marr frymë dhe mos e kthe të dielën në një ditë tjetër pune. Para të fillojë java e re, sigurohu që të gjesh edhe pak kohë për veten, një kafe e qetë, një shëtitje, pak muzikë ose thjesht disa orë pa përgjegjësi mund të të bëjnë shumë mirë. Produktiviteti është i rëndësishëm, por edhe pushimi është pjesë e suksesit. Ujori. Gjatë gjithë javës ke ndëruar për një të diel të qetë dhe të çlodhës e ujor. Por trupi yt mund të ketë plane të tjera, një shqetësim që të ka bezdisur prej kohës, mund të kërkojë më shumë vëmendje dhe të prish planet që kishe bërë për të pushuar. Mund të ndihesh i zgënjye, sidomos nëse mezi prisje të mos bëje asgjë dhe thjesht të shijoje ditën. Por këtë të diel është e rëndësishme të dëgjosh sinjalet e trupit dhe të kujdesesh për veten. Mos e shtyj një shqetësim vetëm sepse nuk të përshtatet me planin. Nëse mendon se duhet të flasësh me mjekun ose të caktosh një kontroll, bëje pa hezitim. Ndonjëherë kujdesi për veten nuk është të bësh atë që ke planifikuar, por të ndalosh dhe të japësh vetes atë që të nevojitet vërtet. Peshqit. Vendose veten të parin peshk. Ke nevojë për pak kohë vetëm për të rimbusur energjitë, por kohët e fundit duket se kjo ka qenë e vështirë për të realizuar. Gjithmonë ka qenë dikush që kërkon vëmendjen tënde, një mesazh për të përgjigjur, një problem për të zgjidhur ose një person që të pret të jesh aty. Por të dielën është momenti të vendosësh kufi. Mos ke frikë të thuash jo, të refuzosh një kërkesë, nuk do të thotë se nuk ndihesh për të tjerët, por do të thotë të kujdesesh edhe për veten. Dhe vazhdimisht u jep energjinë tënde të tjerëve dhe mbetesh pa asgjë për veten. Prandaj, këtë të diel lejoje veten të përpiqesh pak, të pushosh dhe të bëj diçka që të sjellë qetësi. Nuk e të jesh gjithmonë i disponueshëm për të gjithë. Energjia jote është e çmuar, ruaje për njerëzit dhe gjërat që kanë vërtet rëndësi. Ky ishte parashikimi i yjeve për 12 shenjat e zodiakut për ditën e diel 23 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe nëse ju pëlqejnë videot tona, mos harroni të abonoheni në kanalin ton në Bota e Horoskopit dhe ju uroj një fundjavë të këndshme.